Janë të frikshme dëmet që bën kokaina në zemër. Po studioja disa statistika tani sepse po shkruaj për të bërë një video për dëmet që shkakton përdorimi i kokainës në zemër, në tru. Mirë po pastaj ndalova dhe po reflektoja, unë kam qenë përdorues vet. Dhe po mendoja do më ndihmonte në atë periudhë që përdorja unë kjo video, këto statistika apo jo. Sinqerisht nuk do më ndihmonin në atë periudhë. Nuk ishte ajo që do më ndihmonte mua për të lënë të bardhën në atë periudhë që e përdorja. Mirë po lind pyetja se çfarë do më ndihmonte. Mua do më ndihmonte shumë në atë periudhë që përdorja dikush që të më drejtonte, që të kuptoja cilat ishin situatat, njerëzit, ambientet, çfarë më shtynte më shumë për të përdorur. Do doja dikë që të më ndihmonte të kuptoja se cilat ishin nevojat e mia, frikrat e mia. Edhe të kuptoja që pse po e dënoja veten, sepse të rrezikosh aq shumë jetën duke përdorur një substancë, do thotë që ta dënosh veten, do thotë që ka diçka që nuk ja fal vetes dhe prandaj e trajton keq. Mendoj se këto janë tema më delikate për të folur se sa statistikat edhe studimet që kanë bërë për dëmet që të shkakton përdorimi i kokainës, sepse unë mendoj që të gjithë ata që përdorin e dinë sa e dëmshme është. Mirë po, ka diçka tjetër që i shtyn më shumë për të përdorur. Rri pastër dhe kujdesu për veten.